kohën mrapa nësë po e kthejmë sonte se jemi në edicionin festiv. S'po kujtojmë ndoshta vitet e muzikës është bu klishe me të pyet për këtë pjesë. Por apo ki kohë me qëndru enit pranë, ndërsa kur e dim që karriera saj ndoshta në kulmen, po e shohim rrjetet sociale, ndërkohë fëmia. Unë sa i përket interpretimeve i kom ndërprej, domethënë atë kuptimin që me dal koncerteve, me bo këngë të reja, edhe pse kam një mas të madhe të këngë të trashëguar që janë palu në studio me vitet tonë. Po, ka shumë që kërkojnë, edhe është që njerëz nuk kanë heqë dorë ende, për shembull e shoh në këto platformat sociale si YouTube apo Spotify, që vetëm Spotify mi marr rreth 9, edhe Gens për lëvugë dalin për 120, 30.000, 140.000 njerëz në baza mujore që dëgjojnë këtë kallëzim që ata s'kanë një dorë për këtë. Por megjithatë gjithçka shkon me moshë, njeri ndron profil, unë jam fokusuar në shkencë, me qenë se kam doktoraturën në Zagreb, pastaj në parti politike ku jam 23 vite antar, tash për shkak që rritet njeriu në moshë, rritet njeriu në kuptimin intelektual, profesional, atëherë edhe detyrat vinë më me peshë. Por në fund ditës mendoj që gjej normalisht, sepse unë thash interpretimin e kam dalë mirë, po punën, studio, kreativitetin, për shkak që ulëm ndonjëherë piano, kapi shkruaj këngë, diçka kjo është shpirtërore, që nuk e praktikoj asnjëherë, se është punë që e kam bërë gjithmonë në prapavi. Po në fund ditës e kam për detyrë edhe me i qëndru pranë bashkëpunëtorëve. Unë thash interpretimin e kam ndërprej mirë, po vazhdoj me punë studio, vazhdoj me ulën piano, vazhdoj me kap me shkruaj diçka, me inqizu. Patjetër në brapa perdeve. Realisht më thonë njerëz pse je dalë prej muzikës, unë thonë nuk jam dalë prej muzikës, vetëm forma angazhimit ka ndryshuar. Përpara më dalë vet, para mikrofonit, para masës, tash jam tërheq mas 20 kusur vjetë njëri lodhët, gjithçka shkon edhe me moshën. Por nga ana tjetër unë nuk e kam praktikë muzikën sepse në fund ditës është diçka shpirtërore që kam jetuar me të dhe të merr malli, por atë mall tash e manifeston dikun tjetër, manifeston duke prodhu për njerëz tjerë. Edhe në një formë të humorit njerëz më thonë për shembull po i mungon skenës, tom joj, nuk po i mungoj unë skenës, unë jam në skenë vetëm tash flas përmes dikujt tjetër. Që i rri, po normalisht është punë e përditshme, i rri me enin, punojmë bashk, do të thënë krijojmë, prodhojmë, jo vetëm me enin, por edhe me Granitin që e keni këtu sonte, Granitin Smalin edhe me shumë Blackfish do të thonë skandale sot asaj dite në fakt. Po, kemi pas edhe një mas të madhe të artistëve që e kanë besu punën të na, kështu që vazhdojmë me të njëjtin pozitivitet. Mirë, tash është puna edhe stafit, është rritje njerëzve që punojnë me ty dhe mu ma lehtësojnë punën që do të mos me pas atë nevojën e përditshme edhe në çdo sekondë. Po që duhet besoj prani e agencët, për me shku gjëra të bërë se njerëzit janë mësuar pa figurën. Po jo si përpara, për shembull që u merrja me secilin detaj, tash është një asistent, njerëz që ma letojnë punën. Ne urem për krejt se di që jemi jashtë dhe jetu shku ke angazhim. Urimi vetëm është që unë e shoh sa ma pak urrejti mes nesh. Bindjet politike du të respektohen secilit, me që se jemi në zhvillim në një fushat politike, po jap mesazh politik në këtë rast. Bindjet politike ndryshojnë. Për shembull, njerëz nuk ka nevojë të fyhen në vetë, nuk ka nevojë ta urrejnë tjetrin shkakujt bindjes apo mendimit tjetër. Në fund ditës secili prej nesh mundet me dash Kosovën, po ndryshe. Do të thonë secili shef angazhimin e vetë politik në dobi të vendit, pjesa më e madhe nëse, por nuk do të thotë që shojnë në njëjtën rrugë, me të informacion politik dhe kjo duhet kuptohet si vlerë, diversiteti në mendime, jo vetëm politik, po kudo tjetër është vlera më e madhe e shoqërisë. Sa më shumë e pranojmë mendimin e tjetrit, më të pasur bëhemi, sepse njohim anën tonë, do të thënë kemi atë idetë tona, por e dim edhe çka mendon një pjesë tjetër, edhe ndonjëherë ato shkëmbejnë, patjetër, është e pasunon shoqërinë tonë. Që sa më pak urrejtje, sa më pak përplasje, se në fund ditës jemi një shoqëri me të njëjtat halle, me të njëjtat interesa. Edhe na si media përballemi me këto gjëra, atë den vajgjua urrejtjes për neve që transmetojmë atë që realisht po ndodh. Glencë kënaqësi shumë e madhe, më bëu qefi që pas shumë vitesh, unë karrierën e kam nis para 11 vitesh edhe di që intervistat e para e kemi bërë në koncerte me Glencën edhe më bëu qefi që ja akoma i njëjtë. Kënaqësia është e imja me qenë pjesë e emisioneve të tilla, sidomos me dikon që jemi njoftë edhe në fazë të më hershme. Realisht unë kam qenë gjithmonë korrekt me mediat, por ka pas raste kur jam tërheq se thosha nuk ka ndonjë zhvillim të ri edhe s'po duam të përsërit vetën. Mirë, po tani janë do zhvillime të reja të cilat janë del para mediave dhe i shpalos. Faleminderit shumë. Faleminderit jush.